أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Ditën e sotme u bën 20 vite nga vënia e kurthemelit të xhamisë së re në fshatin Bresan. Një xhami kjo e cila i nevojitej banorëve të Bresanës, sidomos pas viteve të 90-ta, kur edhe u shtua masivisht numri i xhamatit. Përpjekjet e para për vënien e kurthemelit ishin qysh në vitet e 90-ta, por pasi që ishte gjendje lufte, nuk ishte e mundur të punohej në këtë drejtim. Ndërsa menjëherë pas rikthimit në vatrat tona, pra pas luftës, në vitin 2002, përkatësisht në datën 26 gusht të vitit 2002, ndodhi mrekullia dhe Bresana mblodhi forcat për t'i vënë kurthemelin xhamisë së re, duke siguruar mjete materiale nga vetë banorët e fshatit. Për këtë ditë ishte planifikuar edhe një manifestim që filloi pas namazit të drekës. Të pranishmit të tubuan në vendin e quajtur Frashër, ku dhe përprezantohej projekti dhe ideja nga Këshilli i xhamisë, e po shoqërohej me një program të pasur me këndim të Kur'anit e ilahive. Derisa rreth orës 14 do të vendosej edhe kurthemeli, nga Hoxha Salim Rexhepi. اللهم ارحمنا من زماننا هذا وإهلاك الفتن وتطاول أهل الجر إلينا. Në këtë manifestim ishin të pranishëm qindra banor, nga e gjithë treva opojës, por edhe të ftuar special nga Prizreni, Prishtina e Mëxher. Fshati formoi edhe Këshillin e ndërtimit. Gjatë verës dhe vjeshtës së vitit 2002 u ndërtua baza e podrumit të xhamisë, ndërsa muret dhe kubet e xhamisë mbeten pa u ngritur për një kohë të gjatë, për shkak të mungesës së mjeteve. Në vitin 2006 Bashkia Islame e Kosovës arriti të sigurojë një fond të cilin e destinoi për muret dhe kubet e xhamisë. E në mungesë të mjeteve, punimet pushuan për herë të dytë, derisa pas Ramazanit të vitit 2009, pra nga data 20 shtatore vitit 2009, një grup vullnetarësh u organizuan për të punuar dhe investuar në xhamitë e re. Kjo iniciativë u mbështet dhe u përkrah fuqishëm nga xhamati, e edhe banorët e opojës në përgjithësi, të cilët e ndjenin si obligim moral e fetar përfundimin e kësaj xhamie. Me datën 20 nëntor të vitit 2009 u hapën solemnisht dyert e xhamisë, në një program ku ishin të pranishëm hoxhallar nga mbar opoja e Mëxher. Ishte një organizim madhështor. Nga viti 2009 e këtej, me mbështetjen e vazhdueshme të xhamatit, janë përfunduar 4 minarët, oborri, instalimi elektrik, ujësjellsi alternativ, mbulesa e kubeve e shumë investime tjera. Nga atëherë deri më sot kur xhamia feston 20 vjetorin e kurthemelit, në këtë xhami organizuan shumë aktivitete. Krahas xhamisë së re vazhdon të funksionojë edhe xhamia e vjetër, e cila është më rëmetuar. Në këto dy xhami frekuentojnë një numër i madh i xhamatit, organizohen programe të ndryshme për festa fetare. Televizioni Opoja planifikon të realizojë edhe një film dokumentar për ndërtimin e kësaj xhamie, në të cilin do të publikohen pamje dhe të dhëna, të cilat nuk janë parë më herët.